Po pse o Palacio ka frikë Ilimeta nga burgu yt? Po Ilimeta nga burgu do ta shpërbëj atë celul kriminale që është atje, o Palacio. Ilir Meta ndodhet prej më shumë se një viti në paraburgim në qelitë e burgut të Tiranës. Sipas kushtetutës dhe çdo standardi të drejtësisë moderne, çdo person prezumohet i pafajshëm derisa fajësia e tij të provohet me vendim gjyqësor të formës së prerë. Këtë parime përsërit edhe veçpak sa herë del në njoftime publike. Pra, Ilir Meta nuk është i dënuar, ai është në proces gjyqësor. Meta ka kërkuar lehtësimin e masës së sigurisë me argumentin se nuk ka prova për të prishur, pasi, sipas veçpak, provat janë tashmë në dosje. Vlerësimi i kësaj kërkese mbetet në dorën e gjykatës së posaçme, por ajo që ngre shqetësim serioz nuk është vendimi i gjykatës, por kushtet e paraburgimit dhe kufizimit të drejtave themelore njerëzore, për të cilat flasin avokatët e tij edhe vetë Meta sa herë ka mundësi të komunikojë me median. Sipas këtyre denoncimeve, Ilir Metës janë hequr të drejtat bazë, e është ndërprer dalja në ajrim, janë fikur dritat në qeli me justifikimin absurd se nuk ka drita, i është bllokuar fusha e stërvitjes, të drejta këto që i takojnë çdo të paraburgosuri pavarësisht e emrit, funksionit apo dhe akuzës. Kjo krijon përshtypje të rrezikshme se dikush jashtë mureve të burgut, po luan me nervat dhe dinjitetin e tij për të acaruar dhe keq trajtuar. Ironia është se personat të tjerë në paraburgim të akuzuar për vrasje dhe grupe kriminale të strukturuara apo trafik ndërkombëtar droge gëzojnë më shumë të drejta sesa një ish presidenti i Republikës. Ky është një standard i dyfishtë i papranueshëm në një shtet që pretendon se po ndërton drejtësinë e re. Ilir Meta ka akuza serioze dhe duhet të përballet me to në gjykat. Askush nuk kërkon imunitet moral apo politik. Madje përkundrazi, më e ndershme do të ishte një gjyq i hapur, madje edhe online, për Ilir Metën dhe çdo politikan të nivelit të lartë që qytetarët të shohin dhe të dëgjojnë vetë faktet, provat, akuzën për mbrojtjen. Një spak që gëzon mbështetje të gjërë publike nuk mund t'i trembet transparencës, por ta kërkojë atë, sepse drejtësia nuk dobësohet kur shihet nga publiku, dobësohet kur perceptohet si selektive. Por duke u kthyer tek thelbi, keq trajtimi në qeli është alarm, jo vetëm për Ilir Metën, por për çdo qytetar. Nëse sot një ish president i Republikës trajtohet në mënyrë diskriminuese, nesër mund t'i ndodhi kujdo tjetër, pa zë dhe pa mbrojtje. Ilir Metën e nxorën zvarr në mes të rrugës për ta diskredituar dhe poshtëruar, një veprim që nuk duhej të kishte ndodhur ndaj askujt, aq më pak ndaj një ish presidenti, ish kryeministri apo funksionarit të lartë shtetëror. Drejtësia nuk drejtohet mbi poshtërimin, por mbi ligjin. Një shtet ligjor matet dhe nga mënyra se si trajtohen të burgosurit dhe të paraburgosurit. Kur të drejtat njerëzore shkelen në qeli, dëmtohet jo vetëm individi, por dhe besueshmëria e vetë shtetit. Drejtësia fiton besimin e qytetarëve vetëm kur ligji zbatohet njësoj për të gjithë, brenda dhe jashtë qelisë.